Bashën, cili do të ishte urimi juaj me rastin e festës? Sot u përullu me respekt të gjithë, përpara heronjve, përpara dëshmorëve të luftës nacional çlirimtare, dhe kjo sigurisht është një ndjenjë krenarie për të gjithë ne. Besoj që siç e shikoni dhe nga pjesëmarrja, këtu kemi shumë pa dallim moshe, dhe padyshim ky është një tregues shumë i mirë që vlerat e luftës do të vazhdojnë të përçohen brez pas brezi. Urimi në këtë ditë është lavdi dëshmorëve, lavdi të përjetshme jetës, veprës së tyre, dhe padyshim t'i kujtojmë në jetë jetëve. E megjithatë opozita mungon në një kohë kur vendi aspiron për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, a nuk duhet që të ketë një frymë më të moderuar politike? Padyshim që duhet ketë, por kjo i takon opozitës. Ne jemi në vend këtu pra natyre, kështu që edhe ata duhet të jenë këtu.